Sot ka filluar provimi I fundit I maturës shtetërore, provimi I lëndës me zgjedhje. Në fakt është një ndër provimet që nuk duhet t'i shtoj rëndësinë më të madhe njërit se tjetrit siç e kanë theksuar, por që ka një peshë goxha të madhe dhe sigurisht edhe përgjegjësia, por edhe ngarkesa, qoftë për organizimin, po qoftë edhe për nxënësit që I nënshtrohen provimit është pak më e madhe. Përveç faktin se është një provim që e përcakton pak a shumë nëse secili nga nxënësit e ka atë lëndë universitetit që ka përzgjedhur për të ndjekur studimet e larta. Është në fakt provimi më I vështirë në menaxhim, pasi brenda një ambienti mund të kemi përzgjedhje të lëndëve të ndryshme që nxënësit I kanë bërë në lëndën me zgjedhje, por nuk është një praktike vështirë. Mund të them që procesi I maturës shtetërore 2025 si praktike konsoliduar tashmë nuk ka problematika. Kemi qenë shumë korrekt në organizimin e procesit, aktorët e përfshirë kanë qenë shumë korrekt me përgjegjësitë të drejtat dhe detyrimet e tyre dhe deri tani në fakt kemi qoftë një feedback të kënaqshëm nga nxënësit dhe shkollët, po sigurisht edhe nga vetë komuniteti I gjerë për mënyrën e organizimit të provimit. Jemi në të njëjtën situatë, siç edhe në provimet e tjera, të parashikuar për të marrë pjesë janë mbi 1430 maturantë. Provimi me zgjedhje në fakt është edhe provim pak më specifik për faktin që është një prag filtrues për ato që duan të vazhdojnë universitetin dhe është lënda që mund ta japi provim edhe dikush tjetër që e ka marrë ose e ka mbyll ciklin e maturës kohë më përpara. Jemi në të njëjtat rezultate me angazhimin e burimeve njerëzore, mbi 140 mësues përgjegjës në këto 6 qendra të provimit, 6 qendra në të cilat janë miksuar shkollat që janë të përfshira, kemi gjitha institucionet arsimore të mesme që I nënshtrohen provimit, shtetërore, private dhe profesionale. Kemi edhe shkollën austriake që ka një specifik shkolla, nxënësit e shkollës austriake, në kuadër edhe të marrëveshjes që shteti shqiptar ka me shtetin austriak, nuk I nënshtrohen provimit me zgjedhje. Ato kalojnë edhe një maturë tjetër që është matura austriake, por praktikisht përfundojnë 2 matura, atë shqiptare dhe atë austriake, por kjo është në kuadër edhe të marrëveshjes që dy shtetet kanë mes njëri tjetrit. Ose ka rezultatet e deri tani.